Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Lajm. Durrësi ynë, ky qytet 3000 vjeçar, është i njohur për pasuritë e vyera dhe të pakrahasueshme historike dhe të trashëgimisë kulturore. Kemi amfiteatrin e Durrësit, i cili është më i madhi në Ballkan, por gjithashtu vokacioni i Durrësit, vokacioni evropian i qytetit tonë, ka edhe botën akademike. Në vitin 1380 në Durrës u themelua Universiteti i parë në Ballkan dhe tashmë në vitin 2026 e bën Durrësin me dije që i ka mbijetuar shekujve, afro 650 vite traditë universitare. Ky episod i kushtohet historisë së Universitetit të Durrësit. Në brigjet e Adriatikut, aty ku historia shqiptare ka folur përmes gurëve, porteve dhe qytetërimeve, qëndron krenar Durrësi, një nga qytetet më të vjetra të Evropës. Një qytet që ka parë perandori të lindin dhe të bien. Një qytet ku tregtia, kultura dhe dijet kanë kaluar brez pas brezi për rreth 3000 vjet. Por Durrësi nuk është vetëm qyteti i historisë, është edhe qyteti i dijes. Në fundin e shekullit të 14, në vitin 1380, u themelua një nga qendrat më të hershme universitare të Ballkanit, Universiteti Mesjetar i Durrësit, i njohur si Universitas Studiorium Dyrrhachium. Sot, pas më shumë se 6 shekujsh, fryma e atij institucioni jeton në Universitetin Modern Evropian të qytetit, i njohur si Universiteti Aleksandër Mojsiu Durrës. Ky është rrëfimi i një tradite akademike që i mbijetoi kohës. Në mesjet, Durrësi ishte një urë lidhëse mes lindjes dhe perëndimit. Porti i tij sillte jo vetëm madhra e udhëtar, por edhe ide, filozofi dhe dije. Në vitin 1380, në këtë qytet u krijua një institucion i lartë studimi në drejtimin e urdhrit dominikan, që vepronin që prej vitit 1224 në kuvendin e Shën Maurit në Durrës. Burimet historike e përmendin atë si Universitetin e Durrësit, një studium generale, model tipik i universiteteve evropiane të kohës. Universiteti i Durrësit konsiderohet i pari në Ballkan, duke treguar rëndësinë e madhe që kishte qyteti i ynë i Durrësit. Në auditorët e universitetit studioshin teologjia, filozofia, retorika dhe disiplinat klasike. Student dhe klerik nga rajoni vinin në Durrës për të ndjekur dijen që po lulëzonte në brigjet shqiptare të Adriatikut. Në atë kohë, universitetet ishin të rralla. Bologna, Padova, Parisi e Oxfordi ishin ndër qendrat kryesore të Evropës. Fakti që Durrësi kishte një institucion të tillë tregon rëndësinë kulturore dhe strategjike të qytetit në mesjet. Por historia e Ballkanit do ndryshonte rrufeshëm. Sulmet osmane dhe pasiguria politike detyruan shumë institucione të zhvendoseshin drejt brigjeve dalmate. Edhe Universiteti i Durrësit u largua nga qyteti dhe u transferua në Zarë, në Kroacinë e sotme. Sipas dokumenteve historike, rektori i parë i Universitetit të Zarës ishte Gjon Durrsaku, një figurë që simbolizon vazhdimsinë e traditës akademike durrësake në Evropë. Universiteti i Zarës kishte si rektor në vitin 1396 Gjon Durrsakun, por gjithashtu edhe trashëgoi disa profesorë të tjerë nga Universiteti i Durrësit. Kështu edhe pse universiteti u zhvendos, fryma e tij nuk u shua. Durrësi kishte lënë gjurmën e vet në historinë universitare evropiane. Gjon Durrsaku
I njohur në dokumentet latine si Johannes de Durahio, ishte një dietar dhe klerik dominikan, I formuar në traditën intelektuale të qytetit të Durrësit. Në një kohë trazirash dhe ndryshimesh të mëdha politike në Ballkan, Gjon Durrësaku u bë simbol I vazhdimësisë së dijes shqiptare përtej kufive të kohës. Kur Universiteti Mesatar I Durrësit u detyrua të largohej nga qyteti për shkak të avancimit osman, tradita e tij akademike nuk u zhduk. Ajo u transferua në Zar të Dalmacisë, ku Gjon Durrësaku shërbeu si një nga figurat drejtuese të institucionit të ri universitar. Për historianët, ai përfaqëson urën mes Durrësit mesatar dhe universiteteve evropiane të asaj kohe. Një dëshmi se trojet shqiptare kanë qenë pjesë aktive e qytetërimit akademik perëndimor. Emri I tij mbetet sot një kujtesë e rrënjëve të hershme universitare të Durrësit dhe e rolit që qyteti ka luajtur në historinë e dijes në Adriatik. Për shekuj me radhë, Durrësi kaloi periudha pushtimesh, luftrash dhe transformimesh. Qyteti humbi universitetin e tij, por nuk humbi kur lidhjen me dijen. Në rrugët e tij jetuan tregtar, studiues, klerik, patriot dhe artist. Kultura e qytetit mbeti e hapur ndaj botës. Në shekullin e 20, Durrësi u kthye në një nga qendrat më të rëndësishme ekonomike dhe urbane të Shqipërisë. Rritja e qytetit solli edhe nevojën për një institucion modern universitar. Pas dekada shpritje, ëndra akademike e qytetit do të rilinte. Në vitin 2005 u themelua Universiteti Aleksandër Mojsiu Durrës, duke nisur veprimtarinë akademike në vitin 2006. Ai mori emrin aktorit të madh me origjinë shqiptare, Aleksandër Mojsiu, artistit që pushtoi skenat evropiane me talentin e tij të jashtëzakonshëm. Por ky universitet nuk u krijua thjesht si një institucion I ri arsimor. Ai u konceptua si një model modern I frymëzuar nga praktikat më të mira evropiane. Në fillimet e tij universiteti priti rreth 1000 studentë. Sot është një nga universitetet më të mëdha në Shqipëri, me rreth 18.000 studentë e me shumë programe studimi. Nga biznesi, ekonomia, te teknologjia e informacionit dhe multimedia, nga drejtësia të shkencat politike, edukimi, studimet profesionale dhe deri te kërkimi shkencor. Universiteti është kthyer në një motor zhvillimi për qytetin dhe mbar rajonin. Në shekullin e 21, Universiteti Aleksandër Mojsiu Durrës ka zgjedhur të ecë në të njëjtin drejtim që kishte ndjekur edhe Universiteti Mesatar I qytetit, që është drejt Evropës. Sot evropianizimi I universitetit nuk është më vetëm një aspirat, por një realitet I prekshëm në auditor, në programet akademike dhe në bashkëpunimet ndërkombëtare. Si antar me të drejta të plota në Aleancën Universitare Evropiane STARS EU, UAMD është bërë pjesë e një rrjeti institucionesh të arsimit të lartë që bashkëpunojnë për kërkimin shkencor, inovacionin, zhvillimin rajonal dhe mobilitetin akademik dhe studentor. Ky partneritet I ngushtë I Universitetit Aleksandër Mojsiu të Durrësit me 8 universitete nga vendet të BE-s u jep studentëve dhe pedagogëve mundësinë të studiojnë, të trajnohen dhe të punojnë në një mjedis të përbashkët evropian, duke ndarë eksperjenca me universitete nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Një tjetër hap I rëndësishëm në këtë rrugtim janë programet me diploma të dyfishta apo të përbashkëta. Përmes tyre, studentët e UAMD-s kanë mundësinë të ndjekin studimet në bashkëpunim me universitete partnere evropiane dhe të diplomohen me 2 institucione njëkohësisht, një diplomë shqiptare dhe një diplomë evropiane. Kjo qasje moderne e ka transformuar universitetin në një hapësirë ndërkombëtare, ku dijet, kultura dhe përvojat ndërthuren çdo ditë.
Në këtë mënyrë, Universiteti Aleksandër Mesiu Durrës nuk po ndërton vetëm profesionistë për tregun shqiptar, por qytetar evropian të së ardhmes. Dhe kështu, pas më shumë se 6 shekush, Durrësi vazhdon të mbajë gjallë identitetin e tij si urë mes Shqipërisë dhe Evropës. Çdo brez studentësh sjell energjinë e vet. Në korridoret e universitetit dëgjohet zëri i një Shqipërie të re, më të hapur, më kreative dhe më e lidhur me botën. Universiteti nuk është vetëm një vend ku merren diploma. Ajo është një hapësirë ku formohen profesionistë, qytetarë dhe lider të së ardhmes. Pedagogët, studiuesit dhe studentët bashkëpunojnë në projekte kërkimore, aktivitete kulturore dhe iniciativa ndërkombëtare. Në auditor mësohet teoria, por jashtë tyre ndërtohet karakteri. Këtu lindin miqësi, këtu lindin ide, këtu lindin ëndra. Nuk mund të kuptosh universitetin pa kuptuar Durrësin. Qyteti dhe universiteti ecin së bashku. Durrësi është porta që lidh Shqipërinë me Evropën. Universiteti është ura që lidh të rinj me të ardhmen. Historia antike e qytetit, trashëgimia arkeologjike dhe kultura mesdhetare krijojnë një mjedis unik për jetën akademike. Studentët që vinë në Durrës nuk gjejnë vetëm një universitet, ata gjejnë një qytet me kujtesë, identitet dhe shpirt. Si çdo institucion modern, edhe universiteti përballet me sfidat e kohës, globalizimin, teknologjinë, inteligjencën artificiale, kërkimin shkencor dhe konkurrencën ndërkombëtare. Por historia e tij e gjatë është prova më e fortë e qëndrueshmërisë. Nga auditorët mesjetar të dominikanëve te laboratorët digital të shekullit të 21, një gjë ka mbetur e pandryshuar: besimi se dia transformon shoqërinë. Universiteti Aleksandër Mesiu Durrës synon të jetë jo vetëm një qendër arsimore kombëtare, por një institucion me profil evropian dhe ndërkombëtar, sepse e ardhmja ndërtohet aty ku respektohet historia. Në Durrës, historia nuk jeton vetëm në muze apo në gurët antik. Ajo jeton në auditor, në libra, në student. Nga Universiteti Mesjetar i shekullit të 14, te Universiteti modern i ditëve të tona, rrugtimi i dijes ka vazhduar. Breza ka ndryshuar, perandori ka rënë, por dëshira për të mësuar ka mbetur. Dhe sot, në brigjet e Adriatikut, Durrësi vazhdon të flasë gjuhën universale të dijes, sepse universitetet nuk janë thjesht ndërtesa. Ato janë kujtesa e një kombi dhe premtimi i së ardhmes. Çdo qytetar i Durrësit, çdo shqiptar dhe historia e vendit ton duhet të krenohet në Universitetin e Durrësit. Dikur i pari në Ballkan, sot një vatër evropiane e dijes. Ky ishte historiku afro 650 vjeçar i Universitetit të Durrësit. Cili do që diplomohet në këtë universitet sot Aleksandër Mesiu në Durrës, çdo staf akademik apo administrativ duhet të di që në diplomë mban jo vetëm arritjet personale, por mban traditën universitare afro 650 vjeçare. Kjo na bën krenar, kjo bën Durrësin qytet universitar evropian. Ne u takofshim në episodet e radhës.